Përshëndetje edhe njerë, Gane. Përshëndetje njerë për ju në studio dhe për gjithë teleshikuesi që për në ndjekin, po pra ne gjendemi këtu në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, ku sot do të shënohet një ekspozit kushtuar pavarësisë së Republikës së Kosovës. Jam këtu me drejtoreshën Blerina Rogova Gaxha, dhe cila do të njoftoj më gjithësisht rreth kësaj ekspozite. Drejtoreshë, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Në vazhdën e aktiviteteve që po shënohen me rastin e pavarësisë së Republikës, edhe Biblioteka Kombëtare nuk ka qëndruar, të themi kështu, duar kryq. Jo, faktikisht Biblioteka Kombëtare e Kosovës çdo herë me rastin e këtyre festave dhe organizon aktivitete të ndryshme. Kësaj vitin e kaluar, për shembull, për 17 vjetorin e pavarësisë kemi pas një ekspozit tjetër, ndërkaq si vjet për 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës kemi përgatitur një aktivitet kulturor i cili përbët nga dy pjesë. Faktikisht, pjesa e parë është dokumentari, i cili përfshin rrëfimet të qytetarëve për përjetimin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, që është prodhim pra i bibliotekës, ndërkaq pjesa e dytë është kjo ekspozit. Të përmend se në gjithë këtë koncepti kryesor i këtij aktiviteti është kapja e rrëfimeve e përjetimeve të qytetarëve të asaj dite, e cila ishte kuptohet një prej momenteve kyçe, e cila që është ngulitur në memorien tonë dhe e cila kërkon pra ndryshimi i këtij kapitulli apo kthimi i kësaj faqe kërkon një përgjegjësi krejt tjetër për ne si shqiptarë të Kosovës dhe për shtetin e Kosovës, për Republikën e Kosovës. Në pjesën në dokumentar ne kemi përfshirë rrëfime të një fotografi, të një publicisti, të një shitësi të suvenireve, të një fëmije, të një veterane e jetë arsimit, duke tentuar kështu që të kapim këndvështrime të ndryshme, perspektiva të ndryshme të përjetimit dhe jetimit të asaj dite. Ndërkaq, te kjo ekspozite cila është përgatitur nga ne, pra përbët nga koleksionet, nga fotografit e fotografit të njohur Adnan Ruhani, i cili materialin e vet e ka dorëzuar më që para 10 a më shumë viteve, ja ka dorëzuar fondit të bibliotekës. Drejtorish, me qenë se dokumentarin e përshkrujt pak a shumë se çka ka rrëfimet të grupeve të ndryshme të shoqërisë, por me ekspozitën e kemi këtu dhe mund edhe shikuesi ta shohin nga afër, tashmë drejt për drejt në Mirëmëngjesi Kosovë. Fillon nga mëngjesi asaj dite, pastaj vazhdon kronologjia e fotografive. Po, faktikisht këto fotografi janë të ndara në 18 cikle, në 18 vjet jetë shtetit të Kosovës dhe kapin përjetimin e pavarësisë nga fillimi deri në mbrëmje. Kemi këtu, për shembull, gëzimin e një të moshuari, e titulluar Gëzimi i plakut, dhe fotografia pasqyron pra një brez më të moshuar, të cilët kanë pritur gjatë, kanë duruar gjatë, kanë shpresuar gjatë dhe në fund në moshën e pleqërisë arrin ta përjetojnë edhe shpalljen e Kosovës, shtet të pavarur. Natyrisht do ja përjetoni në mënyrë tjetër nga gjeneratat më të reja. Janë fotografi që po publikon për herë të parë apo janë prezantuar edhe më herët? Jo, këto fotografi ekspozohen për të parën herë, do të thonë janë pjesë e fondit të bibliotekës, dhuruar nga fotografi Adnan Ruhani, por ekspozohen për herën e parë. Dua të shëtisim që të kenë mundësi edhe shikues të ndjekin disa nga fotografi, sepse janë momente që na kthejnë për të gjithëve në kohë. Këto shohim te kjo fotografi, për shembull, dhe flamujt e shteteve mike dhe mbështetëse të Kosovës. Kemi fotografi tjera mirë njohëse, janë të gjitha a di që ka ndodhur. Kemi një fotografi të shpërndarjes së bukës falas në shenjë bujarie pra për festën kombëtare. Nëse e mbani mend, e shpërndar bukë ka qenë ushqime apo pije të ndryshme për qytetarët që festonin. Realisht nëse vjen dhe e viziton këtë ekspozit të sjell mbrapa, të kthen mbrapa në kohë dhe e përjeton atë ditë të gjatë pritjes që kemi bërë. Këtu kemi vrajpa është deklarata shpalljes së pavarësisë, ndërkaq këtu është fotografia e njohur
e festimit ton, e memorjes ton të asaj dite, drejtuara Adem Jasharit, herojt kombëtar, me moton, sloganin Bac u kry. Ja, dhe ku i kemi edhe pjesën e media të shumta që a ditë ndodheshin në vendin tonë. Te kjo fotografi, me thonë, jepet dokumentimi historik i asaj dite, prania mediave vendore ndërkombëtare gjatë shpalljes së pavarësisë. Ne e dim se momenti i shpalljes së pavarësisë pas përtej godinës ku është shpallur dhe festës apo emocionit dhe gëzimit në kufit, brenda kufive të Kosovës, është përjetuar nga shqiptarët përtej kufive të saj, por është mirë pritur edhe nga bota mbar, më thënë ka pas një ehon të madhe mediatike. Sa do të ketë ftuar në hapjet e kësaj ekspozite? Në hapjet të ekspozitës ka përfaqësues të ndryshme të institucioneve të Kosovës, duke përfshirë i pranishëm do të jetë kryeministri Kurti, të pranishëm janë përfaqësues të akademisë, të instituteve, të korit diplomatik në Kosovë. Kemi, më thënë, edhe kuptohet edhe njerëz të politikës, të fushës artit e të kulturës. Ne jemi munduar të përgatisim diçka, një aktivitet kulturor të thellë, po të thjesht, duke me qëllimin gjithmonë, më thonë, të kapim atë emocionin dhe reflektimin dhe përgjegjësinë tonë si qytetarë, si banor të Kosovës për vetdijen që duhet kemi për shtetin, për Republikën. 18 vjet nuk janë pak, nuk janë shumë, por duke i marrë parasysh rrethanat historike në për cilat ka kaluar Kosova, është një prej ditëve pra më të rëndësishme të historisë son, të jetës son, por edhe një prej momenteve, akteve i cili na vë para një përgjegjësie shumë të madhe. Vazhdojmë prapë edhe pak me fotografi të qytetin lëvizje pas momentit të shpalljes, po besoj që janë fotografi. Kemi edhe tortën e pavarësisë, i cili ka qenë një moment që mbahet mend nga të gjithë, po besoj. Ajo që ne kujtojmë të gjithë është se ishte diel e acartë, e diel shkurt e acartë. Si duket edhe nesër do të bien ulën temperatura. Para ti të ftofti, ne gjithë ishim të pandjeshëm, sepse kishim gëzimin me vete, por ka qenë një ftoft i madh dhe rrugët e mbushura dhe e shohim këtu edhe inaugurimin e monumentit New Born. Një nga monumentet që çdo vit ikon të pavarësisë, i cili ndron fytyrën çdo vit. Edhe te kjo. Edhe është fundi ajo që kemi prit fishek zjarret e gëzimit dhe shprehjes së lumturisë së qytetarëve. Sigurisht ekspozita do të qëndrojë e hapur për gjithë ata që duan të vinë pastaj ditë të vënë. Ekspozita do të jetë e hapur për gjatë gjithë javës, sepse ky është aktiviteti që nis këtu në bibliotekë, po ka aktivitete të tjera të cilat do të mbahen në institucione të tjera kulturore të Kosovës. Nesër kuptohet është një ditë e ngjeshur dhe gjatë javës, në ta quajmë java e pavarësisë, ekspozita do të jetë e hapur për të gjithë ata që kanë dhe duan që kanë interesim dhe duan ta vizitojnë. Sërish jemi drejt fundit, nëse kemi shtu diçka për gjithë shikuesit në Mirëmëngjesi Kosovë që po na ndjekin tani. Do të shtoja se sot përpas aktivitetit të organizuar nga Biblioteka Kombëtare, hapjes së kësaj ekspozite paraprakisht në hollin e bibliotekës hapet edhe ekspozita organizuar nga Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, cila flet për figurat e qeverive shqiptare. Edhe ajo është një ekspozitë shumë interesante, do të hapet sot në ora 11. Me të ftuar të ndryshëm në hapjen e saj. Unë fillimisht ftoj të gjithë ata që duan të vizitojnë këto të dy ekspozitat, por i uroj gjithë shqiptarëve, gjithë kosovarëve urime festën e pavarësisë dhe festoni në mënyrën më të mirë dhe kontriboni në mënyrën më të mirë për vendin tonë. Faleminderit shumë për kohën dhe uroj që t'ju shkojë gjithçka mbar. Ju falenderit juve, kënaqësi për ne. Fëllën Zagrën, pra kjo ishte gjitha këtu nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës, ku nga ora 18, siç e tha dhe drejtoresha, do të jetë e hapur ekspozita Zëra dhe Imazhe.
Pra do të jetë një dokumentar dhe të gjitha këto fotografi që do të na rikthejnë të gjithë neve që kemi përjetuar 17 shkurtin e vitit 2008, pra shpalljen e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Kjo ishte gjitha nga Biblioteka Kombëtare. Ka Lelinin për ju në studio.